Se duke mesazhe që nuk janë vetëm komplimente për punën dhe aktivitetin e saj në fushën e biznesit. Dëgjoj, në një mesazh apo në dy mesazhe, edhe në rast se këtu ajo preket, mund ta marrë në një pozicion tjetër, unë jam gati t'i kërkoj falje. Në këtë me që e shprekur këtu. Se këtu i thua të dëshiroj si i çmendur o shpirt. Këto janë. Doja me gjithë shpirt të ishin në Vjos. Jam këtu në Vjos, do vi çdo natë vetëm për ty. Shkruaj diçka të kam shpirt. Tani këtu nuk korrespondon. Njëra e goca nuk është në Vjos. Gëm kacafeti edhe pasaj djali bërteti. Oh, bdom bra. Kur ra djali. Djali ra këtu? Jo. Unë e gjeta djalin këtu. Po? Shiko ku e gjeta. Koka këtu. Koka e Altinit këtu. Po, këtu kokat e kënde tua. Po? Shikues të emisionit Uniko, kemi ardhur në Spitalin Rajonal të Fierit për ngjarje që është bërë tashmë mediatike e bujshme, është dhunimi barbar i Altin Meçait dhe babait të tij Ylli Meçaj me datën 10 janar të vitit 2026 në banesën e tyre jashtë oborrit, tek obori banesës. Në derën e shtëpisë. Altin, megjithëse kanë kaluar kaq ditë, ju vazhdoni të jeni shtruar në spital. Vazhdoj të jem këtu si jeni këtu, jeni prezent, dhe nuk dihet me saktësi se si do vej gjendja ime. Për arsye se unë nuk ndihem mirë. Unë jam 46 vjeç, një person që nuk kam pas ndonjë probleme shëndetësore, dhe unë ngrihem tani bëj 5 hapa deri në tualetë dhe mezi kthehem këtu pranë. Mezi kthesh. Këtu je i çar, po. Të kanë qepur? Po, më kanë qepur. Ndërkohë ku ke dëmtimet e tjera? Dëmtimet e tjera në të gjithë trupin. Unë nuk e di nëse lejohet të zhvishem. Unë i pash disa dëmtime, mi tregova pak më parë këtu, në pjesën e Unë kam korrizit. edhe në pjesën e kofshëve, në pjesën e krave. Çfarë dyshon me se kanë goditur? Dyshimet janë sipas disa personave të mi që kanë punuar në policinë e shtetit përpara, besojnë se kjo është shkop gome. Shkop gome. Po. 3 vetat kanë goditur njëkohësisht? Unë në atë që kam ndier unë dhe atë se faktikisht ka qenë errësirë. Po në momentin që më përsorit fjalët e mesazhit dhe ato ishin shumë të rënda, kupton? Unë nuk bëra mbrapa. Që të kaloja pragu në shtëpisë një hap mbrapa. Po ju derdha edhe kam kapur ato persone kam kapur pe xhaketa, xhibox po diçka e tillë. Dhe në atë moment më kanë qelluar 2 persona të tjerë sa që më kanë rrëzuar në tokë edhe unë s'kam ndier më pasaj. Unë kam ndier vetëm kur ka ardhur ambulanca. Ambulanca sa e shmarr telefon, sa ka ardhur nga Cakrani në Vjos. Unë po them, nëse ata kanë bërë me shpejtësi maksimale lëvizjet e tyre, kanë ardhur për 30 minuta. 30 minuta. Në Vjos. Ndërkohë babain tënd e ke parë kur është zgoditur? Babain tim unë as e kam ndier që ka dalë, as e kam parë që është zgoditur. Unë kam ndier në ambulancë edhe babain po qante me pikë të lotët. Thjesht një aca dorën në një pozicion kështu e kapa. Si që në ambulancë, thash, mos qaj se s'kam vdekur. Mos qaj se s'kam vdekur. Ka vdekur. Se babaj me ndodhë të vdekur. Në gjithë të goditje. E thash, mos qaj se s'kam vdekur akoma. Pastaj u sollën. Na sollën këtu spital, na morën urgjent. Arriti dhe policia këtu. Më pyetën, edhe më tha kush erdhi, jam shefi krimeve, tha, më thuj kush të ka bërë. A i thash, e trojqa pak që mos ta dëgjonin këta tjerë të mitë, e kupton, njerëz që kishin ardhur me vete se për momentin mund të reagojnë keq. Këtu unë dua me shtet. A i thash mua ma ka bërë Fredi Lama. E peti vetë me fytyrë Fredi Lama? Unë nuk e pash, nuk e
dhe e lidha direkt me mesazhin që më kishte dërguar rreth orës 9. Më ka thënë të njëjtat fjalë, fikës. Çfarë? Sharje që nuk e dinë, e lejon etika ta përdor, po më thotë që tani ta marrë vesh se kush jam unë, edhe unë të bëj këtë, tani ato të tjerat nuk e di, edhe t'i forcon juve do t'i prisni. Po. Edhe në këtë moment e lidha direkt se unë nuk kam asnjë lloj asmërie. Dhe jam munduar me mishem në shpirt, në fshat apo në zonë, unë të krijoj atë respektin tim se dua që të më respektoj ai fëmia i vogël deri tek ai më i moshuari. Asnjëherë s'ke pas probleme? Asnjëherë nuk kam pasur probleme, edhe një rast që po bën shumë vite, që kemi pasur një muzik live, që në momentin që ndodhi jam kthyer pra brenda. E kam thënë atij zotërisë, thash shiko, më qellove të japim dorë njëri tjetrit, ta mbyllim këtu, se jemi me fëmijë shturp. Shumë vite parë. Shumë vite përpara. Më dha dorën, edhe nëse e kam parë herë tjetër në rrugë, as më ka folur, as më ka bërë, domethënë është mbyllur aty. Po në këtë rast, mbasi dhe policisë emrin çfarë ndodhi? Në këtë rast unë nuk e di se këta normale që nuk t'i japin shpjegime, vetëm kam kuptuar një reagim të tyre, që nga momenti që unë i them që mua më ka bërë Fredi Lamaj, këta, ata ishin dy. Shefi krimeve, si që mbaj mund që më tha, edhe një kolegu tjetër tha që ky është Joni. Dhe në këtë moment më tha më po arsyeja, unë kam shkruar do thash, kam bërë like me motrën e këtij zotërisë në Facebook. Vetëm ka i tha, unë tash nuk kam asnjë lloj arsye tjetër me Fredin. Nuk kam pasur sherrë të mëparshëm, nuk kam arsye që të ruajmë apo qysh apo tek dhe nuk kam arsye. Po Fredi njihje vetë personalisht? Po, Fredi është në njëjti fshat. Ne kemi një diferencë moshe me mua, unë jam 46 vjeç, ai është diku te 30 vjeç. Unë mbaj mend që kam takuar para 2-3 vitesh, se kam sjell një porosi që nga Gjermania, kemi pirë kafe. Dhe unë kam qenë i respektuar, kam pasur për ca punime të shtëpie të tyre, më kanë marrë telefon, kanë vajtur në shtëpinë time, duke më lajmëruar baban tim që t'u japi ato vegla që ju duheshin. Respekt, edhe domethënë mirë kuptim këtu në fshat, se ne jemi edhe një fshat i vogël. Edhe e respektojmë njëri tjetrin dhe nuk kemi pasur konflikte të tilla. Të arrijë në një fazë të tillë, unë do kisha shumë dëshirë që ta kisha ballë për ballë ta pyesja pse ma bëri. Në radhë parë mund të më takonte ku të donte, e ta pinim një kafe dhe ose në rast se ishte prekur kaq shumë mund të më ndalonte në rrugë ose te lokali fshat dhe le të më qellonte një ple. Atë mbrëmje ku ke qenë? Unë te lokali fshat. Kam vajtur atje diku në ora 6 në darka dhe ne me që i njihemi e luajmë në dorë letra, se fillim marrë në kafe në gjepër, se mund marrë në bie. Në pije të dytë, lozim letra. Bie, rapora, kia, çfarë ke? Unë faktikisht preferoj në një konjak, se edhe nuk jam shumë amator i pijes, nuk shtyjem me lafë që të... Po, bravo. Edhe rrim aty, kam qenë aty dhe nga aty në ora 9 më ka ardhur një mesazh kërcënues nga Fredi Lamaj në Messenger. Në telefonin tim, edhe telefoni jot ku është sot? Kur më ka pyetur policia Altin si ndodhi kjo dhe si e kuptove që është ai, i thash më ka ardhur mesazh kërcënues në telefon. Më thot ku është telefoni jot? I them telefoni im është në shtëpi. Un kam dalë me atë telefon për jashtë. Edhe mirë po, siç bën atë organizimi policia, aty ishin kolegët e këtyre. Edhe flasin aty direkt edhe më thot që ku në çel vend. I them unë kam dalë me telefon për jashtë në pragët të shtëpisë aty. Edhe telefoni duhet të jetë aty diku në tokë. Se unë nuk e kam me vete. Edhe unë kam një telefon të dytë, tash që ai nuk ka lidhje me ngjarjen, po që unë kam 2 telefona. Dhe telefoni tjetër tash duhet të jetë në tavolinë në shtëpi brenda. Futet ai kolegu brenda dhe thot po, iPhone-i është këtu. Po telefoni tjetër? Samsung një S24 modeli i ri nuk gjendet. E ke pas me kod? Me kod, me gjitha... Pra kod Samsungu me kod ka ekrani. shanse që të hapet. Me kod ekrani.
Me Facebook e qa janë këtu, unë I kam hapur me numër telefoni. Se edhe shumë I këtyre emaileve këtu. Pra telefoni nëse nuk e di dikush kodi, nuk e hap dot. Apo mund ta hap? Nuk besoj, dikush I thjesht nuk besoj, por nuk e di nëse hapin këta që kanë këtu. Okej. Këtu. Pjesa tjetër I thash që telefoni është atje dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Unë kam 2 telefona, thash, mund t'i marrësh, mund t'i kontrollosh. Dhe I kontrollojnë policiave atë nuk I gjen, merr vetëm iPhone-in. Ka vetë edhe ditën tjetër, kontrollojnë në makinë, kontrollojnë poshtë makinës, lëvizin makinë nga vendi, shikojnë vërdall aty në probor nuk gjen telefoni. Në këtë rast, telefoni im, unë pretendoj se përderisa s'esh aty, mua e kanë marrë ta zotrin me vete. Dyshim që ta kanë marrë. Në orën 9 erdhi mesazhi, shkëmbeve, folje me të? Unë vetëm I ktheva një mesazh, thash që ti nuk ke pse më shan më ofendon mua, se ne njihemi. Ti mund të vish më takosh ose më thuaj të vi unë diku, të pim kafe dhe flasim. Pate përgjigje më nga kjo? Nuk pata asnjë lloj përgjigje më. Komentin apo like-un që I keni bërë motrës së tij, kur ja keni bërë? Atë ditë apo një ditë më parë? Jo, unë kjo motra e këtij ka një faqe online. Me emrin e saj. Në emrin e saj. Unë kam 3-4 muaj që edhe ndonjë koment, edhe like, postonte me burrin, postonte me fëmijët, postonte me nenën, baban. Se e ke parasysh këto që më ka rritur nena me mundime, sa dua ta, nuk dua vetëm, ku diun I thosha bravo, edhe faktikisht aty kam dërguar, nuk e din nëse ka ndonjë opsion tjetër, kam dërguar zemra. E kupton? Ka like, ka zemra, ka të qeshur. Kjo është një gocë fshati që kjo, kur e kam takuar në fund para 3-4 vitesh, kjo mua më ka thirrur gjatë gjallëti. Diferenca mes jush është 18 vjet gati? Ajo do të jetë 28. Unë kam dhënë për 30, diçka e tillë, se nuk e di fiks unë se sa është ajo gocë. Dhe tani nuk më ka thënë që mos më shkruaj me se më bezdis. I ke shkruar, shiko, në postimet që bënte apo në Messenger? Në postimet që bënte. Po në Messenger. Në Messenger I kam shkruar besoj ditët e fundit. I kam shkruar që bravo, shumë e bukur, se edhe unë fikës, unë doja me provë, dua me provë, që telefoni im, unë nuk e prek me dorë, inshallah të gjendet, dhe ta marri policia dhe ta hapi, dhe le të sqaroj çështjen siç është. Ditët e fundit I ke shkruar në Messenger, nuk I kishe shkruar më përpara Messenger? Jo, asnjëherë. I kam bërë vetëm në faqen e saj online. Po, që e shikonin gjithë këto komente. Kurse në Messenger ditët e fundit, 3-4 ditët e fundit, ë? Nuk më ka penguar, nuk më ka mbyllur, domethënë nuk më ka bërë blok. Dhe unë nuk kuptoj se Të kthente përgjigje? Jo, asnjë lloj përgjigje. Unë më jam njoftuar se kjo goca e ka ardhur nga Italia, dia partije, dhe ka bërë një kallëzim penal për mua, denoncim. Unë nuk e kuptoj. Kjo kur ndihej kërcënuar, kjo është me letra italiane dhe ka mundësi që të më bënte një denoncim që në Itali. Unë jam me letra gjermane, ato është Europë. Mua më të rriqet veshje edhe në Gjermani. Po. Ju jetonin në Gjermani vetë? Po, ose mundet një blok, shumë thjesht. Po, ajo ka bërë dhe një reagim në media, e ke parë? Unë e kam parë kështu në atë, po unë nuk jam dakord me gjitha ato postime që kanë bërë për arsye se ato mesazhet mia unë nuk e di se si I kanë rregulluar, si kanë bërë, por nuk janë të mia. Je I bindur që nuk janë tua? Ato mesazhe është e pamundur. Ato mesazhe. Të lexojmë mesazhin e saj apo reagimin e saj, sepse shiko, ajo ka folur drejt për shqetësime që janë shkaktuar familjes saj. Shqetësime që janë bërë emocionale dhe familjare, si dhe familjen e saj. Ajo thotë që do vinte normalisht, kam ardhur ditën e djeshme nga Italia ku jetoj për depozituar kallëzim penal për përndjekje ndaj këtij. E keni përndjekur? Pra përndjekje flas edhe duke shkruar, duke insistuar për ndonjë gjë e cila nuk lidhet me komplimentin. Nuk e kam takuar kurrë. Dhe nuk e di ku je. Nuk e ke takuar kur këto kohë e fundit, se më përpara e ke takuar. Unë e kam takuar të dyqanit tyre, ata kanë një dyqan aty fshat.
Unë nuk e kam takuar kohët e fundit, atë gocën, kohët e fundit flasim 3 vite, 4 vite. Nuk e kam takuar, nuk e di ku jeton, dhe nuk kam pasur atë tendencën se unë, pavarësisht se jam i ndarë, Sa kohë ke qenë ndarë? unë kam 8 vite i ndarë. Unë kam ato lidhjet e mia. Ke lidhje dashurie? Kam atë lidhje time. Aktualisht ke lidhje dashurie? Kam lidhje dashurie. Edhe unë jam diku tjetër. Okej. Ashtu. Kjo goca tani, se si është, e ke parasysh, i kam shkruar, i kam bërë një like, një koment, dhe është marrë në një mënyrë tjetër, ose edhe nëse kam gabuar, unë kam më falë. E kem këtë më falë. Unë se shiko, jam në gjendje të kërkoj je në falë. gjendje. Unë jam në gjendje të kërkoj Ti falë. kërkoj falje asaj dhe familjes së asaj. Unë marr përgjegjësitë e mia, ti kërkoj falje apo të dënohem apo ku di unë për këtë gjest që kam bërë unë. Tani, ajo pretendon që i keni shkruar dhe këto janë mesazhet dhe ajo thotë, është një foto, jam i sigurt se një ditë po flas çfarë kur të dëgjosh emrin tim do të buzëqeshësh dhe do thuash ai ishte ndryshe nga të tjerë. Apo jo? Është kjo flu. Shikoj çik tani. Edhe un kam një opsion tjetër. Un kam një lidhje dhe un kam në Messengerin tim atje ka mesazhe pafund se neve kemi rënë dakord që ato mesazhe nuk i fshim kurrë. Me kë kanë ndërë? Me X-in tjetër. Okej. Dhe atje ka si ky mesazh që më tregon ti, ka me qindra ka dhe mesazhe të ndryshme, edhe tani përdesa telefoni nuk është në dorë time. Po është në dorën e dikujt tjetër, unë nuk e di se si është bërë kjo. Ka motra jote pretendon që ky like-u këtu të është bërë nga pala tjetër, pra like-u i kësaj foto. Unë atë një rast se kam parë fare si kështu. Dhe thuat, nuk kisha kuptuar asnjë gjë për ty deri tani. Të mendoj prap zemra, gjumë të ëmbël është 11:05. Unë nuk e di në çfarë date është kjo. Emrin e vajzës si një femër e bukur. Aty nuk ka, aty më ke bërë jetë lëmsh, mendoj vazhdimisht. Unë jam vetëm prej disa vitësh. Është, por ti e bër pjesë e jetës time. Shkruaj diçka të lutem më shpirt, të dua me shpirt dhe të respektoj, mos ki frikë nga mua. Je femra më e bukur në fshatin tonë shpirt. Tani këto janë të shkruara si pasojë, mund të kesh qenë në gjendje për shkak të konjakut disa ditë më përpara, s'ke qenë i ndërgjegjshëm që ke shkruar, apo i ke bërë me ndërgjegje këto? Unë nuk e tejkaloj në pije dhe unë pretendoj që këto mesazhe nuk janë të mia. Pra, i qëndron deri në fund që nuk janë tua? Nuk janë të mia. Po sigurt havet, ta provoj Facebook-u, si shiko, zoti Altin. Gjëja më e rëndësishme është timi korrekt siç e thatë dhe ju, dhe nëse keni gabuar diku ta kërkoni falje, tërhiqeni edhe sigurisht nga pala tjetër. Ta mbaroj. Sepse në ditët e sotme sa do ta fshish Facebook-un, sa do ta kompromentosh, ka një mënyrë tjetër. Dhe e them për gjithë shqiptarët. Sidomos në komunikime Messenger, Facebook, WhatsApp, do t'i drejtohet shteti i kompanisë dhe nëse janë fshirë mesazhet dhe nëse janë kompromentuar, do zbulohet sepse kompania për vepra penale të tilla, nëse gjykata i drejtohet me një kërkesë, i zbulon nëse këto janë dërguar para ngjarjes apo pas ngjarjes, apo janë kompromentuar. Unë kam folur me avokatin tim, për arsye se unë nuk jam këtu ta ndjek çështjen. Unë në momentin që më jep leje doktori, unë largohem. Të largohesh me njëherë, po. Ikin në Gjermani për arsye se sipas rregullave të kompanisë time, unë nesër duhet isha në Gjermani. E kuptoj. Në orën 7 unë duhet paraqitesha në Fiero. Në këtë moment që unë nuk arri dot, se jam në shtratin e spitalit, edhe jam në gjendje që nuk jam as për punë, as për gjë, nuk arri dot atje, unë i kam kërkuar avokatit të ndjeki çdo hap dhe të kërkohet me insistim të hapet telefoni im. Unë të marrë përgjegjësinë time dhe ai zotëria të marrë përgjegjësinë e tij. Je gati ta marrësh përgjegjësinë? Unë jam gati të marrë përgjegjësinë time. Janë disa mesazhe të cilat nëse ai vajza s'ka qenë dakord, atëherë bëjmë pak më të rënd situatën raport me gjendjen që mund të jetë shkaktuar asaj. Unë jam 40. Sepse këtu thotë i shkruajte Fredit, mbas momentit që Fredit ka shkruar, i ke shkruar gjë ti që ori shkruajte Fredit dhe ti do më japësh përgjigjen vetëm pse i shkruajte Fredit. Të vërtetën. Unë Fredit i kam shkruar. Jo, e pyet vajzën, motrën e Fredit, ai shkruajte Fredit.
për këtë mesazh tu nuk jam i qartë, për këtë që thua ti. Ndërsa Fretit i kam kthyer përgjigje. I kam thënë që ne takohemi kur të duash, bashkë. Dhe e pim kafen edhe sqarohemi. Edhe unë në rast se këta janë prekur dhe ai mund të më thoshë që Altin të lutem për shkakun Thuat vajzës, mua ma mban për çfarë shkruaj, nëse ndihesh keq ma thuaj ti prap me zemër, unë nuk të bezdis më, por vëllai jot nuk më kërkon dot llogaria mua dhe prap një fjalor i rënd të vej ai, ty të respektoj. Të dëshiroj si çmendër ke thënë më lart. Tani, zoti Altin, prandaj po pyes. Nëse ke qenë në një gjendje të pandërgjeshme kur i ke shkruar, s'ke qenë koshient në këtë gjendje që i ke shkruar këto mesazhe, atëherë ti mund t'i kërkosh publikisht falje familjes, e kërkon sepse një grua e martuar me fëmijë e cila nuk t'i jep asnjë lloj përgjigje, e rëndon sepse vajza thot, paktën siç është bër publik mesazhi i saj dhe reagimi i saj, është që nuk kam pasur interes të dalë në media, por nuk mund të lejoj që gënjeshtat e përsëritura të dëmtojnë dinjitetin e një personi të pafajshëm dhe të shndërojnë të vërtetën. Kërkoj që çështja të zgjidhet dhe për sa i përket kërkoj që vetëm kjo çështje të trajtohet me qetësi, panshmëri dhe verifikim faktesh duke respektuar ligjin dhe dinjitetin njerëzor. Okej, në rregull, unë prandaj i kam lënë edhe i kam lënë edhe avokatit për arsye se thash mua më detyron halli që unë duhet paraqitem te firma se jeta vazhdon, pavarësisht se si erdhi situata. Po mirë. Unë jam gati të marr përgjegjësinë time dhe ai zotëria të marrë përgjegjësinë e tij. Mua më kanë ardhur njerëz nga ana e atij zotërisë. Më kanë kërkuar bile më shkërkojtur që ajo goca mos të bëj denoncim për këtë çështje dhe unë të trej denoncimin. Ai zotëria që ka ardhur e ndjen dhe bën mirë që ndjen që ne jemi shokë vëllezër. Mirë po, unë i kam thënë dhe i kam sqaruar shumë mirë. Ai do marri përgjegjësinë e tij dhe unë do marr përgjegjësinë time. Se unë dua nesër kur të kaloj aty në fshat, se ne jemi dhe fshat i vogël, dua që atyre që kam folur deri dje të flas prapë. Edhe të më flasin prapë. Pra ti përgjithësinë thua për këto mesazhe. Për këto mesazhe. Për që i ke shkruar. Në rast merrni telefonin tim, hapeni. Në rast se këto janë mesazhet e mia, unë marr përgjegjësinë time. Po ti nuk i mohon se mund të jenë mesazhet e tua. Unë kam shkruar me këtë kohë, po jo në këtë mas. E kupton? Se për mua nuk ka logjik një 30 mesazhe sa nxjini ju. Sa kanë nxjerr ata, më fal. Sa kanë nxjerr ata? Nuk ka logjik në rast se ti nuk ke përgjigje. Se ta quash bashkëbisedim është diçka tjetër. Po s'ka bashkëbisedim se këtu ajo ka pretenduar se ka shkruar je në Terezi dhe ky mesazh nuk mund të dërgohet. Unë këtë nuk e kuptoj. Si ka mundësi? Unë thash, unë jam 8 vjet vetëm, unë kam bashkëbiseduar me femra të tjera dhe kur diçka nuk ka shkuar, kam ngërë një blok që Ke ngrënë blok herë tjetër? Shumë herë, jo një herë. Okej. Bashkëbisedon me një femër dhe nuk i pëlqen sapi të fut një blok e miru pafsh. Pra mbyllet këtu. Nuk keni insistuar me përndjekje, me të shkruar. Jo, vllajim, tani unë jam rritur jashtë, unë nuk jam as në Shqipëri, unë kam 32 vjet në emigrim. Andaj funksionon edhe, domethënë, është edhe liria më e madhe. Po ka dëshira jo del, po nuk ka. Okej. Po me qëllim për të komunikuar më tej keni shkruar me vajzën, pra në Messenger, se duke mesazhe që nuk janë vetëm komplimente për punën dhe aktivitetin e saj në fushën e biznesit. Jo, në një mesazh apo në 2 mesazhe, edhe në rast se këtu ajo preket, mund ta marrë në një pozicion tjetër, unë jam gati t'i kërkoj falje. Në këtë me që e shprekur këtu. Se këtu i thua të dëshiroj si i çmendur o shpirt. Këto janë. Doja me gjithë shpirt të ishin në Vjos. Jam këtu në Vjos, do vi çdo natë vetëm për ty. Shkruaj diçka të kam shpirt. Tani këtu nuk korrespondon. Njëra e goca nuk është në Vjos. Okej. Ajo është në Itali. Dhe unë të premten e parë unë duhet kisha ikur në Gjermani. Okej. Firma më ka dërguar dhe kjo verifikohet, më ka dërguar mesazh, më thot Altin, me që jemi në Shqipëri. Dhe këtu ku jemi në zonën tonë në Gjermani, është kohë e keq që ti nëse dëshiron mund të rrish një javë. Dhe unë këtë të premte dje unë duhet kisha ikur. Po.
pardje. Se shfotoja juaj, Unë do duhet të them, shfotoja juaj dhe bisedat fotoja ime, po unë kam që të shtunën që unë nuk kam E telefon. kuptoj pra. Po mesazhet kësaj natyre, mund t'i keni shkruar? Tani Unë kam mesazhe me person tjetër në Messenger, që ato mesazhe mund të transferohen si të duash dhe mund t'i bëjnë si të duash. Po, Për mendimin- vetëm një gjë, Facebooku nuk e kompromiton dot askush ta transferoj. Nëse kjo çështje, siç thoni ju, do shkoj për verifikim, kompania Facebooku do ta zbulojë nëse këto mesazhe ja i keni dërguar profilit saj apo dikujt tjetër. Dëgjoj, Nëse është e kompromituar nga ana saj, do ta zbulojë Facebooku. okay, atëre. Edhe një herë për ta qartësuar se këto do dalin në media. Unë mbaj përgjegjësinë time dhe ai zotëria të mbaj përgjegjësinë e tij. Unë nuk i fshihem faktit. Që i ke shkruar? Unë kam shkruar me atë gocë, Okej. por pretendoj që nuk jesh në këtë mas. Nuk të është, nuk të. Në rregull? Deri këtu. Por që mund ta kesh te kaluar me të shkruar. Unë me këtë gocën nuk e kam te kaluar. Unë kam shkruar me këtë gocë, por nuk e kam te kaluar. Tani, në rast se kjo do të ndihesh keq, mund të më bllokonte, mund të më bënte. Ato opsionet që thotë që nuk mundet, unë nuk e kuptoj se si, po gjithsesi. Aty thotë jenë në Terezi vetëm një përgjigje Po që mua- nuk të është tërguar. mua Të është nuk- tërguar sepse nuk më ka- sa duket nuk më ka jetë ardhur, nuk më- bllokuar. Tani, në këtë pozicion që Jemi, po. që jemi tani, unë kërkoj gjithë secilit të marrë atë pjesën e tij. Unë nuk i fshihem faktit se unë kam dalë që në momentin e parë dhe kam thënë që po, kjo ka ndodhur për këtë shkak. Po. Unë nuk u mundova ta mbuloja. Mhm. Për ta verifikuar, merrni telefonin tim. Tani telefoni mua më kanë marrë, nuk është në dorën time, se unë përderisa Kushdo që ta ketë marrë, nëse ka ndërhyr, nëse pretendohet se ka ndërhyr, prapa ta duhet ta gjej. Facebooku do ta gjejë. Ashtu. Edhe mesazhet e fshira nuk kompromentohet. Prandaj po them që çdo transparencë në këtë rast do i shërben të gjitha palëve për ta sheshuar konfliktin dhe siç thoni ju gjithë secili të marrë hakun edhe Të marrë përgjegjësinë e tij. Edhe ju të ngrinin në lartësinë e duhur siç po ngrinin, duke kërkuar falje. Ta bëni këtë si një burr 46 vjeç dhe që ka jetuar shumë vite jashtë. Unë kam baba me 3 fëmijë. Po, që keni jetuar dhe jashtë dhe e njihni një lloj kulture falje, se në vendin tonë është e vështirë të kërkojë njëri falje. Nuk e ndi për ulje fare. Dhe unë do thosha që në rast se ai çuni do vinte të pinte një kafe me mua, të thosh Altin pse na i bëre këtë ose s'ndihemi mirë se po bën këtë. Dhe thosha, na më dorë këtu, të kërkon falje Altini. Sot mbas kësaj ngjarje që ka ndodhur dhe duke parë këto reagime, a je në gjendje të kërkosh falje asaj gocë? Asaj dhe po. bashortit saj? Atyre po. Atyre po. Mund t'ja u thush publikisht? Mund të them Po. publikisht. Atyre po. Unë atyre ju kërkoj falje me shpirt, ju kërkoj falje. Në këtë pjesë atyre ju kërkoj falje. Ndërsa këtia zotërisë, të vllajt asaj, nuk ja fal ta ditë vdes. Me shkelur pragu i shtëpisë, më ka qelluar mua, më ka rrahur për vdekje dhe kryesorja. Më ka goditur babam 80 vjeç, ta ditë vdes. Nuk ja fal. Duke ja lënë ligjit nuk ja fal, apo jo? Po. Duke ja lënë ligjit. Unë kam besim, mos të merret. Kur themi nuk ja fal, nuk e tërheq denoncimin. Okej. Dhe çfarë është në dorën time, unë do ta bëj. Ai zotëria të marrë dënimin e merituar. Çfarë është në dorën tënde ligjore, të lutem, vetëm ta përcaktoj. E kam përcaktuar që nga momenti. Në rregull. Më kanë ardhur, më kanë pyetur nga policia, kam dhënë 10 herë deklarat për të njëjtën gjë. Unë asaj gocës, siç e thash, nuk më vjen turp fare. Ti kërkosh falje. I kërkoj falje, i kërkoj ndjes si të duan. Asaj dhe familjarisht, se e kuptoj pozicionin, se ajo është një gocë fshati dhe unë nuk e harroj kur më thërrisë gjatë gjaltin. Kupton? Kjo. Këtu edhe prindërve të saj, ndërsa me këtë çunin, ky nuk meriton as t'i them fal, as tutje, as tu. Ky të marrë dënimin e merituar dhe unë për çka kam bërë nana ligjore, nëse më takon edhe unë të marr dënimin e merituar. Falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për këtë reagim dhe uroj shumë faleminderit juve. Dua me shpirt ta merrni ta bëni publike dhe pjesën ne kemi shumë të rënd shkeljen e pragut të shtëpisë. Por nga ana tjetër po bëj vetëm oponencën
edhe një familje e ka shumë të rëndë që t'i ngacmojnë vajzën pa dëshirë me mesazh, edhe që një vajzë e martuar me familjen e saj dhe që është ndjerë, se kam parë shumë reagime një njerëz dhe thonë, ore, një sekond, po sikur ti kishte ndodhur Altini që dikush motrës së tij. Këtu të kthehem pa këtu. Po. Që ta bëjmë bashkë. Un kam motra, kam besa dhe kam vajzë vet. Ky zotëria, se ato janë të irrituar, unë nuk kam lënë asnjë, as të dali, as ta bëj as kujton. Janë të irrituara për arsye se Fredi Lamaj nuk ka lënë asnjë nga gocat tona, mbesat e mia, pa gacmuar, pa shkruar, kur ka qenë i martuar dhe me fëmijë. I sigurt e thua me përgjegjësi këtë? Unë e them me përgjegjësi se këtu kanë ardhur disa herë mbesat e mia dhe ky ka ndodhur. Dhe çka ka ndodhur? Unë kam lënë porosi që në fillim me vajzën time dhe me ish gruan. Kam thënë, probleme në shtëpinë time, për të tilla gjëra nuk do t'i sillni. Nuk do sillni në rast se dikush të shkruan në Facebook dhe ti nuk do, e bllokon. Në rast se ka ndonjë burr nene që të delet ndalon mes rrugës, përgjigjem unë. Në rast se të ndalon mes rrugës. Në rast se të shkruan nuk të pëlqen, e bllokon dhe mbaroj filmin. Në rast se del ai të ndalon mes rrugës, kështu si them unë, përgjigjem unë. Keni gjetë mirë kuptimin e fëmijëve tuaj, ish bashortes, pjesëtarëve të tjerë të familjes? Në këtë drejtim. Jo, për këtë ngjarje flas. Për këtë ngjarje, fëmijët e mi janë prekur jashtë masë. Për arsye se aty po të flasësh në mënyrë logjike, se siç e thash në fillim, unë nuk e kam mbuluar ngjarjen. Unë e kam thënë direkt që kjo ka ndodhur për këtë. Për një kompliment. Për këtë arsye. Ju keni thënë për një kompliment, ndërkohë publikimi i mesazheve na nxjerr një komunikim të brendshëm në Messenger. Një mesazh të shkruar në Messenger. Gjithsesi, unë e kam nxjerr vet. Dhe kam thënë që merrni telefonin tim, hapeni, kërkojeni te Facebook, kërkojeni ku doni dhe verifikojeni se çka kam shkruar unë dhe për këtë pjesë mbajun përgjegjësi. Ndërsa në Facebook, prap në Messenger, është kërcënimi i zotërisë dhe fjalët që mi ka drejtuar mua në momentin që më ka qelluar. Patjetër. Gjitha do dalin. Shiko, kjo çështje nëse do hetohet dhe gjykohet me të gjitha komponentët do dalin gjitha këto. Unë uroj të dalin të gjitha për arsye se në çdo rast dhe në çdo ngjarje që ndodh ne marrim mësim. Pavarësisht se kjo është rasti im, se unë e kam diskutuar me babain që është 80 vjeç. Me njerëz të tjerë që janë të moshës me babain apo diçka më poshtë apo ku diun. Një shkelje pra u ka ndodhur në Libofsh të Fierit. Ata në vitet 93, 94, 92 diçka e tillë. Ata zotrinj atëre u futën, ka përcyen pragun, u futën në shtëpinë e atij tjetrit, vran ata njerëzit atje, vran edhe atë foshin duke dalë dhe Sali Berisha, sa ishte atëre, vendosi t'i varten mes Fierit dhe ashtu Beri. Unë dalë rasti dytë në kaq vite që mua më shkaluar pragu, jam rrahur në derë të shtëpisë në mënyrë barbare, që unë kam 9 ditë sot dhe nuk arrit dot vete deri në banjë, dhe për arsye qesharake, kur mund më thuash të lutem mos na bezdis me, ose mund vinte pse s'erdhim ky djali, unë kam 20 e ca ditë. Pse s'erdhi më përpara, thoshte Altin, të lutem mos e bezdis me motrën time. Një reagim të tillë. Unë kam faj, dakord. Cili është mësimi që i ke nxjerr si Altin sot? Si baba fëmijësh? Si prind vetë, e pastaj si Altini i cili sot je beqar. Cili është mësimi që nxjerr që edhe për veten, por edhe për çdo që mundet ta tejkaloj në një komunikim i cili për ty mund mos të duket i tejkaluar, por për cënimin e nderit të dikujt tjetër mund të quhet i tejkaluar. Unë ndihem shumë keq radhë parë për fëmijët e mi. Se kjo situatë nuk është e këndshme. Të rrim shtramur të flasim drejt. Radhë parë për fëmijët e mi. Radhë e dytë, unë thashë unë kam një lidhje.
Si ka përjetuar ajo këtë gjë? Fal, dal nga ti. Po thuj se kemi, Mi shkëputur? më tha, mbas kësaj tha, nuk më ke respektuar. Kërkon të distancohet. Dhe mësimi tjetër? Mësimi tjetër është që për një shkak të tillë qellohet edhe babai im. Është viktima më e pafajshme në këtë histori. Mund të kishte mbyllur syt. Po pastaj. Për jetë. Unë uroj shumë që të zgjidhet dhe mos kenë pasoja shëndetësore për asnjë dhe që mos ketë hakmarrje mes palëve dhe Unë nuk e të dua, zgjidhet nuk e ligjërisht dua për arsye se vetëm trungu, familja Ylli Meçaj, babai tim, duke më marrë motra, vëllezër, nipër, ne bëhemi plot, nuk ka rëndësi për numër, bëhemi plot. Dhe po të nisi diçka e tillë që uroj mos të nisi kurrë, nuk i gjendet fundi. baba jo dukesh një burr fisnik, një burr i mençur, I respektuar, nuk kemi pasur kontradikta. i cili e thash është viktima më e pafajshme në të gjithë këtë histori dhe uroj që mos të ketë pasoja shëndetësore. Unë jam lutur që ju Zot. ti kaloni të gjithë familjet në këtë histori, ti kaloni konfliktet. Unë edhe ati djalit, ai djali që më ka ardhur mua këtu quhet Shkëlqim Lama, unë e kam shok e vëlla. Ai është njeriu tyre. Edhe i thash që unë do marr pjesën time të fajit edhe ai çon të marrë pjesën e tij. Se unë atija nuk ja fal, po unë ty dua thash të flasni së prapë. Edhe ty, edhe babait atija. Ai çuni mua më ka shkruar sot këtu në Facebook dhe më tha mua do më pranosh, patjetër thash. Sot më ka pyetur thjesht si shok e vëlla, që si je. Ky është Shkëlqim Lamaj? Më pranon? Po. E kam pranuar, kemi bërë bisedë. Më ka pyetur si je si shok e vëlla. Unë këtë e kam pranuar në Facebook, është kushëri i tyre dhe ka ardhur si ndërmjetës për këtë çështje. Unë këtë dua nesër prapë, ta pi kafen me këtë, apo me baban e asaj gocës, apo me njerëzit e tjerë. Se nuk kanë vetëm unë njerëz, kanë edhe këta. Në rast se ai një plem apo diçka më tepër do kishte ndodhur te rruga, unë do t'i jepja dorë. E do ta kishim mbyllur këtu. Nuk kuptoj. Po shkelje e pragut të shtëpisë. Dhe ajo shufra e hekurit ta shkop gome çka ka qenë që u godit babai im. Unë nuk e përtyp dot. Unë do shkojmë në fshat, shikojmë pak vendin e ngjarjes edhe shtëpinë tuaj, me mirëkuptimin tuaj dhe babai tuaj. Unë dua edhe do të lutesha. Të pasqyrohet e gjithë situata dhe gjithë secilit marrë atë që meriton. Falenderoj shumë që gjete mundësinë për të folur edhe të komunikuar edhe atë ndjesën që keni kërkuar. Është njerëzore. Edhe tani unë nuk e kthej dot mrapa. Që unë them që nuk do t'i shkruaj asaj gocës, se unë i kam shkruar. I kam shkruar mesazh. Edhe kam thënë që nga fillimi që kjo bëhet. Nuk e kthej dot mrapa. Po nuk kthej dot as këtë tjetër. Se po t'ishte në dorën time, unë do ta kisha eliminuar sherrin, nuk e lija të vinte në një situatë të tillë bësh nami. I kërkoja falje ose do gjej një mënyrë tjetër ose. Po nuk e lejoja të arrinte deri këtu, që të mund të bëja sherr për një muhabet të tillë. Shikues të emisionit Uniko, kemi ardhur në fshatin Vjos, njësia administrative të Cakra, në Fier, tek familja e Ylli Meçaj. Zoti Ylli, si ndjeni sot njëherë, së parë? Po nga jo e madhja ndjem qik më mirë, po prap e ndjej veten të rend shumë, më duke s'ku më rëzon kraun në kraun e ma këtej nga jam goditur. Të lutem, a mund të vish pa kamerë? Unë shoh që pas keni 2 të çara. Po 2 pra 2, më tha doktori. Sa pen keni këtu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke njëra çarje këtu. 1, 2, 3 tek pjesa tjetër. Qa ju tha doktori? Gjithë kjo frakturë e madhe, gjithë kjo çarje? Doktori më lau, më qepi atje dhe më futën në skaner pasaj.
Gjatë thyrje s'kisha, vetëm qarja aty. Më thash unë, më qelluar një herë, Xhaxha tha nuk të kanë qelluar një herë, tha të kanë qelluar 2 herë. Nuk më e mend. Qa më tha doktori atje, tash Si është gjendja sot? sot unë jam qik më mirë, po I rënduar. I rënduar, ndjej se... Sa vjeç jeni sot? Po i mbusha 79, po them kim 13 dhjetor. Kuptoj. Kam hyrë Për 8 ditë. për 80-ën. A mund të më të shpjegosh më konkretisht, nëse mund të ngrihesh pak dhe të m'tregosh Po, çfarë di ti për ngjarje? po, Çfarë ka ndodhur atë natë? po. Po. Dhoma e gjumit imi është këtu. Hajde hym këtu. Jo, s'ka gjë, mos pyet vetëm ma trego aty. Po. Dhoma e gjumit imi është këtu. Po. Po flinja me gruan. Dëgjon gruaja dikush thirri u Altin. Altini ishte një qik me gripe dhe sa erdhi, edhe këtu. Ishte mbështetur këtu në divan, po? Më shtet këtu. Ma im dhe sobën ndezën për temperaturë, sepse ishte petrip, ashtu. Po. Edhe u Altin, thotë gruaja mua, u përqikë Altini, thotë dikush i thirri. Atëherë griu të mua. U ngrita. Po Altini? A pa derë, Altini bjetë parë. Ej, thaj, edhe doli. Doli këtu? Doli aty në derë, Po? unë mbasi më tha gruaja këte, mbrapa. Po? E gjonë, mbrapa, unë bëj këto hapa, në konë që unë vi këtu, dera hapët. Ishte hapur dera? Po, hapur dera. Drita s'kishte, ishin figur, drita. Unë vi këtu, kur vi këtu, unë ja tekstualisht. Çfarë ju ndriçonte? Vetëm zjarri i sobës? Ishte vetëm qik zjarri i sobës, s'kishin tjetër gjë. Edhe duke ditur derën. Normalisht, Këtu është po. dera. Në këtë kohë që vi këtu unë, kam kacafyti, edhe pasaj djali bërtiti. Dumbra. Kur atë djali, Djali ra këtu? jo, unë e gjeta djalin këtu. Po? Shiko ku e gjeta. Koka këtu. Koka e Altinit këtu? Po, këtu kokat e kënde tua. Po? Trupi kështu, kemë të këtej, dikush atje qëllonde kështu. Këtu? Atje. Okej, këtu jam unë, po? Kokët. Tjetëri qëllonde këtej, nga brinjët. Që tjetëri qëllonde këtej. Nga këmbët? Po. Qo vija, shek të vijë? Po, këto vijen këtu. Po. Nxirë gjak se bine dhe një shi, frinte dhe një herë, nxirë gjakun atje. Duke u krusur kështu, Po? unë rrë se e pash djalin, Ndërhyve? edhe e rash për sipër, edhe duke bërtit, Na vran. vetëm këta, vetëm na vran, nuk ka. Djali isha të poshtë. Djali tjetër, po? Po, erdi nusja, po ku erë në ata ishe, edhe i rash për sipër unë atje. Po? Me këllim për ta mbrojtur. Normal. Tash më letën vrasin mua, të shpëtoj këte. Po a ishte i vdekur moment ama. Pa ndjenja. Pa ndjenja. Fare. Ndërkohë, vetë ty të goditën dhe ty, Në këtë kohë që i rash ati për sipër unë, ai këtu. ky personi që ishte këtu, Ma futi fort. Mua me lau gjaku me një herë. me çfarë të goditi? Me ndaj send fort? Po i fort ishte. Jo me duar ose me Qa këmbë. dorare? Edhe në këtë kohë, më fto kjo këtu, më fto shumë. Po për çudit tashi, edhe vetë çuditem që nuk rash pa ndjenja, po vetëm bërtisja, edhe vunja ta ngri, po nuk më ngrita dot. Edhe kokën nuk e ngrita dot. As kokën nuk e ngrita. Nuk e ngrita dot. Pesa ti. Ai kaloi këtu, Po? qyqi më goditi më i Po, fundit, po. i fundit. Ke qoj kemën këtu. Po? Po e qoj, e zuri kema kështu, te jatë fundit. Po? Edhe gati të rëzoj, po nuk rëzua. Po? Ikën? Ikën këtej. Të tre. Tha ndonjë gjë folën? Nuk folë, unë nuk pash tëre, pash një që iku për para Po. këtia, pas iku qy. Ky që më theti. Tjetëri kishtë dalë masa, kishtë dalë për para, unë nuk E e pash, kuptoj. nuk i bëj dot unë. Vështi? Duke për tjetër, erdi djali pasaj, edhe pse erdi ai djali, edhe pse erdi nusja dhe unë këtu, prapë nuk e lëvizim dot. Bërtita më shumë. Erdi një kushëri, erdi një kushëri, i farë Sabri Meqe, Po? me gjithë të biri, dy ata, Nga larg. larkë shumë. Aha. Dy ata, dy këta, 4, unë, 5, sa me si e tërhoqim zvarë, që e kemi futur të dera, se si thash, binde shi, një shi fort me herë, Binte shihet natë. binde shi herë fort. Dritat na ishin fikur, Tek të satë. te sahati qendror aty ku e pam. Si mua ne kemi drita baba, thot, kanë fikur sati.
i gjakosur si qishja, si Po. qishja i gjakosur ma se futëm qunën, vajt atje, ta atë, azavalë që e Po. unë desën drejtë. Qa qike pasaj? Rryre Nuk e arrit, nuk e fusni dot djalin brenda. Nuk e fosim në nuk e ngrit dot ore. Nuk e se një njeri kur e... Dëmtimet ku i kishte? Ai gjak ishte. Gjak ishte këtej. Këtej gjak. Po kur them gjak, unë më keq, unë lama fare. Ti ndërkohë djalin e plagosur, veti plagosur. Po. Nuk po kujdesesh e fare për veten, e kishe prapë mendjen te djali. Jo, se kisha me thash letë des. Po djali kish marrur, nuk po më jep të ndjenja. Nuk po më jep të ndjenja, unë ulërim, gruaja i rat fikë dhe gruas. Gruas, i rat fikë. Kur erdh ambulanca? Apo e transportohet me makina të rastit? Jo, me ambulancë. Me ambulancë. Ambulancë. Erdhen ai ambulancës. Edhe Ndërkohë gjithë meraku juaj ishte nëse kishte shpëtuar apo jo djali. ja hoqja fillin unë për Mendove se kishte mbaruar, kishte vdekur. Po, ore, burri dhët, se të gjithë ne gjashu, që po e lëvizim, as frima zje, hiq. Edhe e futëm aty në të kohë bërtit, po, kur lëvizja kështu lartë e poshtë, kërkoj një telefon ambulancën, kërkoj një policin. Policin nuk na u përgjigja ashtu si Duhesh e shpejtësi. Nuk dilte. Doli një i zjarfikses, i zjarfikses thaj. Ore dua policin me Po. komisariatin thaj. I bijim 129-ës. Nuk na u përgjigje. Edhe erdhi ambulanta. Ambulanta nuk erdhi shumë shpejt, po erdhi. E morëm me batanie, e hodhëm atë Po, të ambulancë. barrel. Barrel. E morëm dëvar këtu. edhe Ndërkohë ambulanca ka ardhur nga andej. Këtej. Këtej. Këtej na vini. Okej. Në atë sakra një rrugë, deri aty. Edhe ai fermieri brenda i thash atij fermierit. I thash, që ka vdekur, shpjep kot, spital, Brenda në ambulancë. në ambulancë. Jo, më thamë me. I thash, po, ka vdekur. Po unë, i larë, po i këti gjak akoma. Nuk e di, ore, për vetime nuk është. Mas i kaluam portën, një zot jesh lartë. A i hapi qikë sytë dhe tha, nuk kam vdekur akoma. Kam vdekur. Kur tha kështu, ora djem, hapu varë të futesh për mua. Hapu varë të futesh. Pak shpres mua. E i thosha, s'po ikën ambulanca. Jo, po ikën, thaj, ore nuk po ikën, pse s'ikën. Vajtë më në fjerë na shërbim. Nuk i pejdo, na shërbim. Ju shërbion shumë mirë. Po, e ma morën, na mjekuane, na shplanë që këshue, na futën në skanere, e na sistemon atje, pasaj, sërume, punë, ku diu, nuk i pejdo. Vini infermierë, një doktori, e një policë ka qenë gjatë ditë natës, po thuj se me ne, mori të dhenat qash shkruan dhe djali me zori, thosh ai, sa i shkise dot ai. Edhe unë, ja dhash ato të mirë, po këto që po vajap jo. Po mirë, këtu në këtë moment kur e ke konstatuar djalin shtrirë, e pe do të çfarë lloj trupash ishin ata njerëzit? Nuk i pase, unë erdha me vrape kështu edhe i rash përsi, përse Ju the ndonjë gjë atyre çunave? ai qëllonte me shkelme, ky tjetri me dy kam, këtu. Tjetri. Edhe qëllonte edhe me dy kam. Ndërkohë ky tjetër me ndonjë Ky send. tjetri ishte këtu. Po. Qëllonte këtej. Ma futi dhe mua. Edhe kur doli pasaj, si thash. Ja, si Po mirë, nga momenti kur ishit në spital, që po mendohesh, menduat se çfarë po ndodhte, do kthesh pak nga kamera lutem? E po e mendonit se nga kush po ju vinte kjo gjëja? Jo, unë këtu në fshat, si thash, po vete ka vjeç, nuk kam... Ati është qendra fshatit? Jo, është atje tek shkolla. Të shkolla atje, po? Dhe? Edhe unë po mendoj se s'kishim asnjë, nuk na shkonte mendje se s'kemi pasur kurrë mor vllasin gjeftë në fshat. Edhe ata kanë qenë familje mirë, edhe neve po ashtu prapë kemi pasur. Pyete djalin gjatë kohës që kishte mundësi të shpjegonte djalin në spital se nga kush mund ta kishte. E njohu. E njohu se kish pas një mesazh, nuk e di punën e tij, edhe zgjidheta ja të punë. Ky djali që bëri shërty, që i pasur shbën një mesazh që ore po ti e dive ke këtë besh që i ke bërë lajta se mundrës time? Lajta, çaj thoni juve, nuk e di.
I thot ju dëgjoj, motra jote është 30 vjeçe, unë jam 46 vjeç, ajo është e martuar, është me familje, është me të gjitha gjërat. Nëse keni ndonjë problem, hajde ta zgjidhim bashkë. Dashim kafene, dashim këtu në Vjos, dashim sa vend ku duhet, hajde bisedojmë, ta gjejmë llafin. Nëse jam gabim, të kërkoj falje. Kjo për ta parë. Dhe këto llafe që i tha djalit ai në atë ditën mesazh, ja përmendi dhe këtu, ndaj djali e fiksoi. Që ishte ky, se ja fiksoi dhe këtu. Kjo për të parë mua tash i tha. E kapi djali. Si thot ai, e kapi kështu. E kapi këtu. Ai sa e kapi atë, të tjerët me sekonda. Po kamera keni vendosur këtu? S'kem. Nuk kem. Kemi ja dy në ato që disen kështu, me bateria, bateri vjellore. Po jo kamera? Jo, s'kam kamera. S'ke menduar ndonjëherë se do të vinte ndonjë lloj rreziku? Shkonde mendje ore djalë, të keqen, ku më shkonde mendje, gjallër botë mund thoshja që do vdes nesër këtë nuk e di. Si mund zgjidhet kjo histori? Kjo histori mbyllet vetëm kështu. Ai djali ta shikoj ligji. Po. Kaq, nuk kemi nevojë para si gjë fare. Bilej, po, si sta djali, po të merret ai brenda. Edhe mund t'i flasim babait e atia. Kemi respektur. Familje shkëlqyere, kemi shkuar jashtëzakonisht mirë. Ky djalë ka ardhur këtu. Ka marrë veglat e djali me kështu usta. Mori veglat e djalit, punonte. Djali im ka punuar tek ata 1 muaj a me. Ka ngrënë, ka pirë atje. Shok të mirë bile. I vllai babait atij djalit e mori djalin tim nga Italia që në Gjermani. Hajde këtu tha se jam në një firmë këtu dhe i ka nevojë për pllaka shtrus. Po. Ben pllaka bej. E mori sa atje ka 5-6 vjet atje. Ç'të them unë tash? Po mirë, se ishim vetë djali, edhe vajza ka nxjerrë sa mesazhe që djali e ka tejkaluar pak. Nuk e di ato. Ato nuk e di, mund pyet fare. E kuptoj. Pra marrëdhëniet familjare kanë qenë shumë të mira. Shkëlqyeshme. A mundet që mos si të zgjidhet që mos të kemi më konflikte mes familjeve? Ja, vetëm kjo. Dhe shëndeti juaj të jetë i garantuar dhe i atyre. Shteti, nëse do që ti shtashoj këtë gjë që mos ketë ashtu, ai djali duhet vej te vendi. Ai e ka shpinë andej? Ja, andej ka. Se më fiku dritën, më futë të territor, më vrau deri në shtëpi. Sa njerëz të kisha brenda unë të tërë të dilin këtu, tërë ishin të vdekur. Të tërë ishin të vdekur, se isha dera. Ai ishte aty. Me shkop, në ata, me sfera. Se ajo goditja që mu t'i gjabe, pau! Po, nuk e di qysh dorova. Se viktima më i pafajshëm, ja thash dhe djalit tuaj, jeni ju në këtë gjithë të histori. Unë s'di e gjë fare. Dhe uroj që mos keni asnjë lloj pasoje shëndetësore as ti as djali dhe gjithçka të zgjidhet me mirëkuptim dhe gjithë palët të marrin mësim nga kjo. Po mjekojmë këtu me, jo me mjekim, po mjekim me alkool, më thatë. Po, për shkak të plagëve, çepjeve që i keni. Edhe këtu. Po djali nuk, ai nuk mbushet dot, ai nuk merr të frymë që të ka. Po e pam. Mbushet një herë me frymë. që kishte probleme shëndetësore, vejonte të kishte probleme shëndetësore. Ka qenë një djalë që gjithë fshati e manë ngor. Gjithë fshati kishte respekt. Ishte i gjallë, për çdo gjë me shoqëri me gjë. As nuk e di ç'është ndodhi kjo punë, si ka mundësi një vajzë i fshatari në familjen të merret me këtë punë? Në familjen e saj. Punë, nuk e di. Se s'do i hym se diskutova me Altinin pjesën e mesazheve dhe me që ju se dini s'po i hym diskutimin bashkë. Se aty pretendohet që i ka shkruar, jo vetëm një like dhe një koment. Kështu tha, ai kështu thotë. Ta hapet telefoni im, që më thënë ata thaj, qa thot telefoni, tha, i kam thënë unë. E po të shimu. Gjithsesi, shiko, me kujdes duhet kur i shkruan një gruaje të martuar, e di vetë unë nuk marr. Prandaj që duhet të edhe me Altinin e diskutuam në mënyrë qytetare dhe të hapur këtë diskutim raport me çfarë shkruar dhe secilit mbaj përgjegjësinë e tij. Altini të vetat për çfarë mund të ketë shkruar. Dhe pala tjetër për dëmtimet apo plagosjet e rënda që ju janë shkaktuar si juve dhe djalit tuaj. Uroj që të zgjidhet dhe mos ketë probleme dhe të mos ketë agravime. E dëgjova versionin tuaj. Unë për vete time të mos mundohet njeri të më bëjë gjak qysh tek apo jo. Se më ka ikur gjaku, atë gjak kisha.
Ndërkohë Altini është i prekur për shkak se ju kanë goditur, veçanërisht ju, sepse për pjesën e vetë Edhe fëmia i thanë atja, për ty është goditur gjysh. Ai është goditur brime për mua. Se detyrimisht ti për shembull, tjetër. të goditet babai në këtë moshë për shembull, pa e ditur, pa tutje, pa të pse ke bërë ti llafe fshalla vjen. Nuk vjen ja. Çfarë dola si prit. Po unë tash siç e pash ashtu. Po, tjetër. Që i prind? Për që do unë jetën pa djalin?